Prokuroria e Durrësit ka goditur një skem të dyshuar të tjetërsimit të pronave shtetërore në zonën bregdetare të Kallmit dhe ish ndërmarrje mbujqësore frutore, duke sekuestruar rreth 80.000 metra katror tokë dhe duke vënë në akuzë 12 persona, mes tyre përfitues, ish zyrtar dhe punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Hetimi nisi në vitin 2022, pasi gjatë inventarizimit të regjistrave hipotekor në ASHK Durrës, u konstatuan dyshime për falsifikim dokumentash. Verifikimet zbuluan se në 6 raste pruna shtetërore ishte përvetësuar përmes dokumentave të falsifikuara, të cilat regjistroheshin në kadastër me ndihmën e punojësve të institucionit. Sipas prokurorisë, dokumentet futeshin në arkiv me numra reference, në disa raste të dubluar, ndërsa në regjistrat hipotekor vendoseshin data fiktive për të dhënë pamjen e dokumentave të ligjshme. Në disa raste hiqeshin edhe faqet origjinale të regjistrave, ku prona figuronte shtetërore dhe zëvendësoheshin me faqe të falsifikuara në emër të përfituesve. Më pas, pronat shiteshin te persona të tretë për të humbur gjurmët. Përfituesit e skemës janë Ramazan dhe Shaqir Sheshi, Viktor dhe Arjanit Mataj, si dhe besnike e Fiqiret Xhafa. Ramazan Sheshi është lënë në arrest me burg, ndërsa 5 të tjerët në arrest shtëpie. Në hetim janë edhe disa punonjës të kadastrës, mes tyre ish drejtori i ASHK Durrës, Ardian Kona, të dyshuar se regjistruan pronat pa kryer verifikimet ligjore. Në një prej episodeve për përvetësimin e 27.550 metrave katror tokë, hetimet zbuluan edhe falsifikimin e firmave të ish regjistruesit Bedri Luku, si dhe ish juristeve Shpresa Kaloshi e Alma Çeka. Në total janë sekuestruar 13 prona me sipërfaqe 80.578 metra katror, ndërsa hetimet vijojnë për të identifikuar bashkëpunëtorë të tjerë dhe raste të tjera të dyshuara të tjetërsimit të pronave shtetërore.